Përshëndetje miq, Mozaik Talentesh është rubrika më e re e cila starton në InfoWeb Media, një hapësirë dedikuar totalisht fëmijëve dhe të rive të talentuar të qarkut të Elbasanit, të cilët spikasin në fusha të ndryshme. Qëllimi është të promovojmë talentin lokal dhe të krijojmë modele pozitive për bashkëmoshatarët e tyre. Ndërkohë, sot nuk do t'ju njohim me një, por me dy vajza të talentuara, të cilat ndër të tjera janë motra. Shkojmë t'i njohim më nga afër. Përshëndetje vajza, si po shkon stërvitja? Si e? Si e ti përosha? Jam me dy motra, kampione në sportin e ping-pongut. Jam me motrat Kokoneshi, Eris dhe Ana, respektivisht 19 dhe 12 vjeçe. Ato janë ndër të tjera edhe sportiste të Klub Sport Elbasanit, një herazi edhe përfaqësuese të kombëtares së shqiptare në ping-pong, por edhe kampione në fuqi. Bashk i lidh pasioni për sportin, disiplina e hekurt, rezultatet e pafund pozitive. E në fakt, na tregojnë se nëse vajzat vërtet punojnë, mund të arrijnë majat edhe në sport. Unë juftoj që ta njihni më nga afër historinë e tyre. Përshëndetje, unë jam Eris Kokoneshi, siç e thatë 19 vjeç. Jam një studente në Fakultetin Ekonomik të Tiranës, viti i parë bachelor. Sigurisht merrem me këtë sport për vitesh, është një pasion i imi që vazhdon të mbetet akoma. Kampione kombëtare në fuqi për moshat dhe gjithashtu përfaqësuese e Shqipërisë për moshat, por gjithashtu dhe të kriturit. Ndërkohë Ana? Unë jam Ana dhe jam në shkollën anglezare Qamit Granjaku në klasë të 6 dhe jam 12 vjeç. Unë jam kampionja për mosha 13 vjeçare dhe jam gjithashtu dhe përfaqësuese e Shqipërisë për mosha 13. Eris, ti ke qenë e para në familjen Kokoneshin që në fakt ke guxuar, po e them unë në këtë lloj sporti i cili duket se nuk është shumë i zakonshëm për vajzat dhe për një qytet ndoshta si Elbasani. Çfarë të inspiroi ose çfarë të shtyll të merresh me ping-pong? Është e vërtetë ajo që thatë. Fillimisht pasionin për ping-pongun ka nisur kur unë kam qenë shumë e vogël, në moshën 12 vjeçare. Ka nisur shumë rastësisht, fillimisht unë kam qenë duke luajtur dhe aty gjende dhe zysh Greta, e cila erdhi mu afrua dhe që në ato moment më hyri në zemër si sport, lëvizjet e shpejta që bëheshin aty, dhe që nga i moment vendosa që ta vazhdoja atë pasionin tim dhe pse jo, që më pas shkoj më tepër se sa një pasion. Ndërkohë ti Ana ka përshtypjen u frymëzove nga motra. Sa vjeç ke qenë atkohë kur Eris nisi të luante ping-pong dhe në çfarë moshe fillove ti? Kur motra ime kishte nisur ping-pongun në 12 vjeç, unë isha 5 vjeç, isha shumë e vogël. Shumë e vogël. Dhe shikoja motrën time se sa shumë i përkushtoi këtij sporti dhe se si e luante. Dhe prej motrës unë kam nisur ping-pongun dhe e nisa të sport në moshën 7 vjeç. Ka rivalitet mes jush? Po, në fakt ka rivalitet, ka shumë dhe është një rivalitet i cili na ndihmon të dyjave, pasi ne duke qenë se stërvitemi gjatë gjithë kohës bashkë, e njohim shumë mirë njëra tjetrën dhe i dim çdo gabim sado të vogël, të cilin mund që ta rregullojmë më pas. Kush është më e mira nga ju të dyja? Me që unë jam pak më e madhe, edhe Ana është shumë e mirë për moshën e vet, por me që unë jam pak më e madhe, në shumicat e rasteve unë fitoj. Ka të drejtë, është e vërtetë? Po. Unë them që le ta bëjmë një ndeshje në ring për të kuptuar kush është më e mira e vërtet nga ju të dyja.
Vajza, ishte të mrekullueshme. Faleminderit. Ana, unë e thash edhe më herët që ti nuk një kundërshtar dhe në fakt të kështu ndodh apo jo. Ti renditesh mes 10 vajzave më të mira sportiste në Europë sa i takon sportit të ping-pongut. Më thuaj pak mbi këtë event që të ka dhënë këtë lloj statusi dhe përjetimet e atij momenti. Ishte një moment shumë i mirë. Unë si sportiste kam marrë pjesë në shumë kampionate UTT Youth Contender, siç ishte një nga kampionatet më të rëndësishme që ishte UTT Youth Contender Podgorica, dhe aty fitova vendin e tretë dhe ishte medalja e parë që mora për Shqipërinë. Dhe në atë kampionat arrita të fitoja shumë pikë dhe u rendita në 10 vajzat më të mira të Europës. Sa emocione ndjeve në atë moment? Më trego pak për përjetimet. Shumë emocion i madh, sepse të arrish të shkosh në 10 vajzat më të mira në Europë është një nivel shumë i lartë, por është një kënaqësi për mua, për Elbasanin, gjithashtu edhe për shtetin tim, pra Shqipërinë. Po patjetër se ti je mes 10 vajzave më të mira në Europë nuk është pak. Po ti Iris, më trego pak, ka një moment që e veçon ndoshta në karrierën tënde sportive që të kalon bresa, që e kujton? Janë shumë, përveç kupa e parë është ajo që nuk harrohet, mbetet thellë në kujtime, sigurisht, por përveç shtyre, çdo trofe që Ana merr është si një trofe për mua dhe të njëjtat emocione që ajo ka përjetuar, kam përjetuar edhe unë që i kam qëndruar pranë dhe ka qenë një ndër emocionet më të bukura, sidomos kur kemi marrë vesh që arritëm të ishim në 10 më të mirat e Europës dhe ku ka më mirë. E në fakt, ju keni marrë pafund kupa, trofe, medalje. Sa kam përshtypjen, nuk e di, jam kurioze ta di, e keni ruajtur numërimin apo ju ka humbur? E humbim zakonisht, nuk arrin që mbahen mend gjithë ato medalje, gjithë ato trofe dhe kupa, por mund të themi ndonjë numër të përafërt, rreth 10-12 secila. Nga 10-12 secila. Po. Pra 10 unë, 10 Ana. Kupat pastaj medaljet janë të panumërta, pasi kampionatet ku kemi marrë pjesë janë të shumë dhe nuk mund të pahen mend të gjithë. Por që për moshën që Ana ka, ta ka arritur ose jeni aty? Po, jemi përafërsisht në të njëjtin nivel. Sa krenar ndjeni kur përfaqësoni qytetin e Elbasanit, por edhe Shqipërinë, eventet, qoftë ato kombëtare, por edhe ato ndërkombëtare? Është një emocion i papërshkrueshëm, ndjehemi shumë krenare dhe kam përshtypjen se është një emocion që nuk mund të krahasohet me asnjë gjë tjetër. Dhe nëse nuk do të kishim vazhduar këtë sport dhe emocionet që t'jep ky sport, nuk do të kishim përjetuar kurrë këtë lloj emocioni që të fal. Po Diana, ke emocione? Po, që sport, për shembull, para se të filloj një ndeshje, ka shumë emocione se vjen në vendime që do humbë, do fitoj, edhe ke shumë emocione dhe domethënë jemi me shumë mendime. A ka patur një moment gjatë gjithë këtyre viteve që ke dashur t'i japësh fund sportit të ping-pongut, po pastaj ka ndodhur diçka dhe të ka rikthyer pas tek ai? Kur kam shkuar në disa kampionate, në shumë kampionate, unë nuk kam dhënë më të mirën time që kam bërë në stërvitje dhe jam mërzitur dhe kam menduar që ta lej këtë sport. Nuk është se mund ta ndaloj këtë sport vetëm se nuk jam një të mirë, por unë mendova që ta vazhdoj sepse me shumë punë arrin çdo gjë. Po për të Iris? Njëjta gjë dhe për mua, unë duke qenë se jam dhe më e madhe se sa Ana, ka patur pafund kampionate kur unë nuk kam dhënë atë çfarë kam dashur maksimalisht, pra çfarë arri unë të bëj si Iris. Dhe mendimi i parë ka qenë, ok, unë do ta lë këtë sport sepse nuk është për mua, nuk po arrij atë çka dua. Por aq është vetëm një moment, sepse sikur vetëm një ditë mos vish në stërvitje, është diçka që nuk të le nga brenda, për shembull thua çfarë më mungon, është si dikush që të tërheq. Pra është ai adrenalina, pasion? Po, nuk të le asnjëherë, sado i mërzitur t'jesh, aq asnjë dik nuk të zgjat dhe menjëherë me raketën të vjen këtu, të çliron çdo gjë, harron çdo mendim që mund të kesh thënë sikur edhe para disa orësh. Pra është një pasion shumë i madh për të dy janë. Ana, sa e vështirë është për një vajzë të merret me këtë lloj sporti? Për një vajzë shumë e vështirë, pra unë, si për shembull shumë shpesh më bjen që të përballem me shumë vështirësi të mëdha dhe duhet të mbaj në një balancë edhe sportin, por gjithashtu dhe shkollën, se shkolla është e para, më pas vjen sporti, pasioni që ke.
por për një vajzë është pak e vështirë sepse duhet të merresh shumë me fizikun, me lëvizje, ka dhe shumë reflekse që duhet i kapësh shumë shpejt. Po për ty Eris? E njëjta gjë edhe për mua, unë si studente fillimisht e kam shumë të vështirë që të krijoj një balancë midis shkollës, pasi është primare për të dyja ne, por edhe pasioni që kam për sportin është mjaft e vështirë, por ka edhe shumë lodhje fizike si sport, mund të duket shumë i thjeshtë, por në të vërtet ka pafund lodhje si fizike ashtu edhe psikologjike, sepse ti në lojë duhet të jesh shumë i qetë, duhet që të jesh shumë i përqendruar në mënyrë që të japësh maksimumin dhe atë çka do të arrish fitoren. Sa të kushtozon ping-pongu dhe nëse mund të tregosh konkretisht çfarë? Ka disa raste që më kushtozon, për shembull koha që unë dua të kaloj me familjen time, apo koha me shoqërinë, apo thjesht koha që të qëndroj pak me veten time e qetë, pa u marrë për shembull me mësime gjatë gjithë kohës në shkollë, apo edhe me stërvitjen. Do të thënë, ka si të mirat edhe të këqijat e veta, por që mundohemi gjatë gjithë kohës që të gjejmë disa minuta për të organizuar çdo gjë dhe për të përmbushur veten tonë. Ana është pak më e vogël, por në fakt kam përshtypjen që edhe aty kushtozon apo jo? Po. Çfarë do doje ti për shembull që të bëje dhe nuk e bën dot? Nuk Të sillej si fëmijët e tjerë mbase? Se ti nuk sillesh si fëmijët e tjerë. Jo, sepse të gjithë shokët apo shoqjet që kam unë, nuk është se merren disa, nuk merren me sport, por domethënë që qëndrojnë në shtëpi, luajnë me shokët dhe shoqjet, kurse unë jam gjithmonë duke luajtur ping-pong, sport, në pas nga sport, në shkollë sport, domethënë unë nuk është se qëndroj shumë në shtëpi, më shumë jam në sport dhe në shkollë. Pra të mungon kjo pjesë. Për vitesh ju stërviteni nga mësuese Greta Kovaçi dhe profesor Gëzim Tosuni. Çfarë janë mësuese Greta dhe profesor Gëzimi për juve? Si zysh Greta, ashtu edhe profesor Gëzimi janë jo vetëm trajner, por miq shumë të mirë për ne. Ne gjithmonë kur duam të bëjmë diçka, kur duam të kemi një bisedë, ata janë të parët me cilin konsultoheni dhe gjithmonë na kanë udhëhequr drejt rrugës më të mirë që ne duhet të ndjekim. Po për ty Ana? Zysh Greta dhe profesor Gëzimi janë shumë mbështetës ndaj nesh, pra gjithmonë janë pranë nesh edhe kur kemi ndeshje, janë të parë që vinë tek neve dhe na mbështesin shumë. Edhe me Zysh Greta nuk kam një, domethënë, ke një raport veçantë. Kam një raport shumë veçantë dhe është zysh shumë e mirë, gjithashtu dhe me profesor Gëzimin janë të dy shumë trajnerë të mirë. Mund ta themi një prej dytë zysh Greta, sepse dhe aprovimi që ne realizonim këtë intervistë së bashku sot ka qenë aprovimi i zysh Gretës apo jo? Zysha ka qenë e parë që na ka tërhequr, mua personalisht, por edhe Anën, dhe jemi shumë mirënjohëse për çdo arritje që ne kemi sot, sigurisht. E në fakt, po jashtë stërvitjes, si është marrëdhënia juaj mes motrave? Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë, jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën, duke qenë se gjatë gjithë kohës jemi bashkë, madje më tepër kohë kalojmë me njëra tjetrën se sa me pjesën tjetër të familjes. Jemi shumë të lidhura dhe edhe ndonjëherë kur qëllon që nuk jemi në shtëpi, e ndjejmë shumë mungesën e njëra tjetrës dhe nuk mund të bëjmë dot pa njëra tjetrën. Trego pak përpos kësaj dashurisë së motrave, mes motrave ka dhe zënka, apo jo? Neve jemi shumë të lidhura bashkë dhe marrëdhënia jonë është shumë e lidhur dhe sa shpesh motra ime shkon në udhëtime, domethënë ndjej shtëpia shumë bosh edhe e ndjej që ka një mungesë në shtëpi. Por neve më shumë jemi të lidhura bashkë sa me pjesën tjetër të familjes. Pjesa më e madhe e zënkave që kemi sigurisht është këtu në stërvitje, sepse gjithmonë mundohemi secila ka ne do fitoren dhe mundohemi me çdo kusht që të fitojmë, pavarësisht se me Anën kemi pak tolerime që të mos mërzitet, pasi ndonjëherë mos që Ana dhe shan nëse humbet? Ndonjëherë mban veten, por që duhet që t'i kalisi edhe këto emocione që mos i ketë më në lojë. Po mirë, kush është vajza e mamit ose e babit, i keni ndarë kështu? Ne i duam të dy, duam të dy shumë, ata janë mbështetësit më të mëdhenj për ne. Nuk na kanë kthyer fjalën asnjëherë, edhe kur kemi dashur të shkojmë jashtë shtetit, ata kanë qenë të parët që nuk na kanë thënë kurrë jo. Por unë me që jam vajza e madhe, jam pak më lidhur me babin, kurse Ana është vajza e mamit. Unë domethënë dua të dy shumë prindrit, por unë jam vajza e parë dhe
Në sa di unë të gjithë vajzat e vogla janë vajzat e mamit dhe unë jam vajza e mamit dhe prandaj Këtu jam ke pak më shumë të drejtë, se edhe mua kështu më thonë që vajzën e vogël ajo është vajza e mamit, kështu që të jap shumë të drejtë. Është shumë e vërtet. Por fëmijët duhen njësoj dhe prindrit ju duan po njësoj apo jo. Po. Në fakt ju e përmendët pak e cekët të shkollën. Ti je studente në vitin e parë apo jo? Po. Më trego pak edhe si e gjen kohën, edhe për të mësuar, edhe për të argëtuar, do shta aq sa ti mundesh, por edhe për të stërvitur. Koha është shumë e limituar, sidomos si studente, ngarkesa është shumë e madhe dhe ndonjëherë qëndroj deri në orat e vona të natës në mënyrë që të arrij të kem kohë si për stërvitjen, por edhe të jem shumë e përkushtuar në shkollë dhe të arrij rezultatet më të larta, pasi siç thash për të dyja ne shkolla është primare dhe gjithmonë ka qenë në plan të parë, asnjëherë në plan të dytë, domethënë asnjëherë nuk e kemi vendosur para sportin dhe shkollën mbrapa. Kur thua deri në orët e vona, kujt ora i referohesh? 2, 3 të mëngjesit, po. Dhe pastaj zgjohem në mëngjes herët, rreth orës 6, nisem për në shkollë, për në Tiranë, kthehem. Në fakt, nuk e di ku e gjen energjin, po Tiana, si shkon me shkollën? Një nxënëse në klasën e 6 në shkollën 9-vjeçare Qamil Gurenjaku. Po. Unë jam një nxënëse shumë e mirë, shkollën e kam gjithmonë të parë, në klasë sporti. Mundohem që, edhe pse jam e vogël akoma 12 vjeç, mundohem që t'i mbaj të balancuara shkollën, gjithashtu dhe sportin. Si ke marrëdhëniet me shokët, shoqet, me mësueset, sa të suportojnë ata? Ata, si dhe shokët, por dhe mësuesit shumë, më suportojnë shumë që të vazhdoj akoma dhe më përpara me ping-pongun, gjithashtu dhe drejtoresha, akoma dhe më shumë se mësuesit, se më ka shumë pikë të dobët, dhe nga mësuesit, drejtoresha, nxënësit, marr akoma dhe më shumë më shtyjnë që të vazhdoj këtë sport dhe të vazhdoj akoma më përpara. Për çfarë aktiviteti kombëtar dhe ndërkombëtar ju jeni duke u stërvitur dhe çfarë ju paraprin në vim? Atëherë tani në këtë periudhë ne fillojmë me kampionatet kombëtare, të dyja ne. Ato janë të parat për të cilat po stërvitemi, më pas kemi dhe ndeshjet jashtë shtetit si dhe kampionatet botërore, siç tha dhe Ana, UTT Youth Contender, në të cilat ne marrim pjesë gjithmonë dhe grumbullojmë pikë për të renditur mes më të mirëve të botës. Sigurisht kemi dhe kampionatet ballkanike në të cilat ne marrim pjesë duke përfaqësuar Shqipërinë ndër lojtarëve më të mirë të Ballkanit. Kam përshtypjen që edhe në këtë event ti nuk një kundërshtar, të paktën për moshën tënde, sepse di që të moshës tënde 12 vjeçarët, jo vetëm që i lë pas, po ti kam përshtypjen ke arritur te 15 vjeçarët? Po. Edhe tek 19-ta. Edhe te 19-ta. Po thuaj se të gjitha në moshat. Pra 15-ta mua më duket njësoj se 13-ta dhe po shpresoj tani që të marr një kupë te 15-ta. Vajza, ku e shikoni veten pas disa vitesh? Ndoshta Eris pas 10 vitesh? Shpresoj shumë që të kem një karrierë shumë të mirë, sigurisht në profesionin që unë po vazhdoj, informatika ekonomike, por pse jo dhe një trajnere e mirë dhe të vazhdoj pasionin tim për ta transportuar edhe tek brezat e tjerë, sigurisht tek Ana, por pse jo dhe tek fëmijët e tjerë që kanë dëshira. Po Tiana, ndoshta jo 10 vjet, po dhe pak më gjatë, duke qenë se motra është pak më e madhe. Ku e shikon veten? Të ardhmen time e gjej në një të renditur në vajzat më të mira të Europës dhe pse jo dhe të botës. Është një synim i joni që shpresoj që ta arrijm dhe me punë të palodhur besoj se çdo gjë mund të arrihet. Patjetër, ju premisat i keni gjitha. Unë shpresoj shumë suksese. Faleminderit. E në fakt, historia juaj është inspiruese. Do doja që të përcjellnit një mesazh për gjithë ato vajzat të cilat janë duke ndjekur këtë intervistë, tonën që ndoshta edhe ato kanë ëndra, kanë dëshira, por ndoshta në ndryshim nga ju nuk marrin, nuk guxojnë. Cili do të ishte mesazhi i Erisit? Unë thjesht do t'i thoja që të mos hezitonin të ndjekin pasionet, dëshirat, qoftë edhe ëndrat e tyre, pasi nga dëshira e madhe dhe puna e palodhur gjithçka është e mundur dhe e realizueshme. Cili do të ishte mesazhi një 12 vjeçare për bashkëmoshatarët e saj?
Unë mendoj që nëse kanë një pasion, ta fillojnë sepse mos të qëndrojnë për teknologji, por e mira është që të nisin pasionin që kanë, si për shembull unë, mua ky sport më ka bërë që të bëhem më disiplinuar dhe të besoj shumë në vetvete. Dhe me këtë mesazh kaq të rëndësishëm për vajzat, përcjell nga Motrat Kokoneshi, unë ju lë takim në puntatën e radhës, ku një tjetër talent nga qarku i Elbasanit na pret për të promovuar. Deri atëherë, bashkë miropafshim.